Kodrat e Goleshit, Magurës, ka qenë minierë e Goleshit një Jugosllavi. Edhe ka marrë kodrat e Goleshit. Kërë zoti fuqi plot, që që kalon do Lugina, pak dronjë, dhe sa kodra tjetër ka ketë thotë shkret. Pa kur gjanë. Ta që karon shti këtu ditë ka dhe bari ka pak. E këta vetëm zoti fuqi plot që ka kriju. Këtu thuhet se gjatë Jugosllavisë ka pas armatim traun të kodra, edhe kanë thonë plesh se një hujzmati këti. Ta kështu i ka met Republikës Kosovës, të cilën me 17 shkort 2008 e ka shpon Hashim Thaçi. Ta shbojnë propaganda disa politikanë se ka shpon dhe ka lexu, po kryesori Hashimi e ka shpon. Këtu ke edhe shkojnë për aeroport, disa i grahin 40, disa 100 eurë, që unë zhveq 40 me grah, së regullimet të ndryshme.